Horoskopi ditor, 13 janar 2026, dashi, sot, dashi, energjia jote personale po ndryshon në mënyrë të dukshme. Je duke shprehur më lirshëm anët e tua unike, guximin, mendimet dhe dëshirat që ndoshta për një kohë i ke mbajtur të fshehura. Është e rëndësishme të mos e marrësh këtë personalisht. Nëse ndjen tension, një fjalë e qetë ose një shpjegim i sinqert mund të mjaftoj për të ulur barrierat. Sot nuk është dita për debate të ndjeshme apo për tema që kërkojnë mbrojtje emocionale. Njerëzit janë më të prirur të reagojnë sesa të dëgjojnë. Megjithatë, ndalu një çast dhe pyet veten, a ke lënë dik jashtë, edhe pa dashje? Ndonjëherë, ndërsa rritemi, harrojmë të marrim me vete ata që na kanë qëndruar pranë. Me kalimin e orëve, përballja e Mërkurit me Jupiterin sjell një energji shty dhe tërhiq. Mendja jote fluturon lart, drejt ideve të mëdha, planeve ambicioze dhe skenarëve ideal. Ëndrat janë të forta sot dhe imagjinata jote punon me intensitet. Kjo është perfekte për vizione të reja, projekte kreative dhe ide që mund të hapin horizonte të reja në të ardhmen, por kujdes, detajet janë të paqarta. Entuziazmi mund të bëjë të anashkalosh faktet, shifrat ose realitetin praktik. Para se të investosh kohë, energji apo para, bëj kërkimin e duhur. Demi, e kaluara kërkon vëmendjen tënde. Mendime të vjetra, ndjenja faji apo çështje të pasgjidhura mund të rikthehen dhe të shpërqendrojnë nga momenti i tanishëm. Është sikur diçka nga prapa të tërheq mëngën, duke të kujtuar atë që ende nuk është mbyllur plotësisht. Kjo mund të bëjë të ndihesh i pavendosur ose emocionalisht i rënduar. Gjatë kësaj dite, mund të ndjesh se nuk po merr mbështetjen që pret, ose se fjalët e tua nuk po merren seriozisht. Edhe nëse ke të drejtë, të tjerët mund të dyshojnë, të mos besojnë plotësisht, ose thjesht të mos jenë gati të dëgjojnë. Për këtë arsye, nuk është dita më e përshtatshme për prezantime të rëndësishme. Kërkesa personale apo për të fituar një favor. Ka ditë më të mira për këtë, dhe sot është më e mençur të presësh, ndërsa dita avancon, bëhu veçanërisht i kujdesshëm me fjalët. Energjia e kundërshtimit mes Mërkurit dhe Jupiterit mund të shtyjë të flasësh më shumë se ç'duhet, të premtohesh për gjëra që nuk i ke menduar mirë, ose të shprehësh mendime që më vonë mund t'i pendohesh. Entuziazmi është i lartë, por qartësia jo gjithmonë. Komunikimi sot ka një ritëm konkurrues. Njerëzit duan të flasin, të bindin, të tregojnë mendimin e tyre, por jo domosdoshmërisht të dëgjojnë. Kjo krijon keqkuptime, përplasje idesh dhe ndjesinë se askush nuk po të kupton vërtet. Binjakët, sot, çështjet e parave mund të kthehen lehtësisht në burim tensioni nëse u jep më shumë peshë se sa meritojnë. Një blerje, një investim apo një vendim financiar mund të vërë në dilemë, ta bësh tani apo ta shtysh? Energjia e ditës sugjeron qartë të mos nxitosh. Edhe nëse tundimi është i fortë, pritja do të jetë aleati yt më i mirë. Këto ndjesi nuk kufizohen vetëm te paratë. Ato mund të shfaqen edhe në marrëdhënie të afërta, aty ku intimiteti, xhelozia ose ndarja e burimeve, para, pronë, përgjegjësi bëhen tema delikate. Mund të ndihesh sikur po jep më shumë se ç'po merr, ose sikur dikush nuk po e vlerëson mjaftueshëm kontributin tënd. Kjo ndjenje e të qenit i nënvlerësuar ushqen pasigurinë, dhe sot pasiguritë kanë më shumë zë se zakonisht, ndërsa dita ecën përpara, vëmendja jote duhet të përqendrohet te mënyra si mendon dhe përfundimet ku arrin. Kundërshtimi mes Mërkurit dhe Jupiterit mund të çojë drejt ideve shumë të mëdha, madje të egzageruara, përpara se të kesh të gjitha faktet në dorë. Mund të krijosh një skenar në mendje dhe vetëm më pas të zbulosh se realiteti është ndryshe. Kjo lidhet veçanërisht me çështje financiare ose intime, ku e vërteta kërkon më shumë kohë për t'u zbuluar. Një mësim i rëndësishëm i ditës është dëgjimi. Gaforja, sot, ndjenjat mund të dalin në sipërfaqe papritur, pa paralajmërim. Një pakënaqësi e vjetër, një lodhje emocionale apo një ndjesi e shtypur prej kohësh mund të shpërthejë në momentin më të papritur. Mos e injoro atë që del tani. Kjo është si një lum emocional që ka nevojë të pastrohet. Sa më shumë ta shmangësh, aq më shumë rëndon. Qasja më e mençur sot është pjekuria. Vëzhgo çfarë ndjen, pranoje dhe merre seriozisht. Marrëdhëniet personale kërkojnë kujdes të veçantë.
Njerëzit përreth teje mund të presin më shumë se sa ti realisht mund të japësh, më shumë kohë, më shumë vëmendje, më shumë siguri emocionale. Kjo mund të bëjë të ndihesh fajtor ose i shtrydhur emocionalisht. Kujto një të vërtet themelore, dashuria dhe afeksioni nuk mund të blihen, as të manipulohen, as të imponohen. Ato ose rrjedhin natyrshëm, ose nuk funksionojnë fare. Me avancimin e ditës, vetbesimi yt fillon të rritet. Ndihesh më i fortë, më i sigurt në vete dhe më optimist. Kjo është një kthes pozitive, por ka edhe një anë tjetër për t'u vëzhguar. Një humor i mirë mund të çojë në mbivlerësim të aftësive ose në marrjen e më shumë përgjegjësive se ç'duhet. Kundërshtimi mes Mërkurit dhe Jupiterit rrit prirjen për egzagerim, në fjalë, në plane dhe në pritshmëri. Megjithatë, kjo ditë ka edhe një dhuratë të vlefshme, zgjerimin e mendjes. Lejoje veten të mendosh më gjerë se zakonisht, të luash me ide të reja dhe të imagjinosh mundësi të ndryshme. Luani, sot, mund të ndjesh një pak kënaqësi të lehtë, por të vazhdueshme me rutinën e përditshme. Gjërat duken të përsëritura, pa ngjyrë dhe energjia jote kërkon diçka më shumë. Nëse nuk ke një plan të qartë për ndryshim, qoftë edhe të vogël, apo një ndjesje aventure për t'u kapur, rrezikon të harxhosh energji pa lëvizur realisht përpara. Është si të shtysh fort një makinë që është në neutral, një çështje nga e kaluara ende mund të mos jetë zgjidhur plotësisht brenda teje. Paqja me atë situatë nuk ka ardhur ende, por është e rëndësishme të mos e lejosh të errësojë gjithë ditën. Jo çdo problem kërkon zgjidhje të menjëhershme. Disa thjesht duan kohë që të humbasin fuqinë e tyre emocionale. Me kalimin e orëve, kundërshtimi mes Mërkurit dhe Jupiterit fillon të ndihet më fort. Dikush mund të kërkojë vëmendjen tënde, kohën apo angazhimin emocional. Megjithatë, arritja e marrëveshjeve apo kompromisit nuk është e drejtë për drejtë. Ka keqkuptime të vogla, pritshmëri të ndryshme dhe mungesë qartësie në komunikim. Sot nuk është dita më e mirë për vendime që kërkojnë marrëveshje të forta ose dakordsi të plotë. Çështjet që lidhen me punën, shëndetin ose organizimin e përditshëm duken të paqarta. Informacioni është i shpërndar dhe mendja jote mund të kapet pas detajeve të gabuara. Rreziku më i madh sot është nxjerrja e përfundimeve të shpejta, pa pasur panoramën e plotë. Virgjëresha, sot, virgjëresh, tensioni mund të lindë nga pasiguri të brendshme që dalin pa pritur në sipërfaqe. Mund të mos jesh i sigurt si të shprehesh, ose si ta përkufizosh një marrëdhënie që të shqetëson. Nëse ke nevojë për një bisedë të rëndësishme apo dëshiron të ndash diçka shumë personale, është më mirë ta shtysh. Aktualisht, fjalët e tua mund të mos merren me seriozitetin e duhur, ose të keq interpretohen. Me avancimin e ditës, vëmendja zhvendoset drejt zgjerimit të mendjes dhe përvojave personale. Mund të ndjesh dëshirë për të mësuar diçka të re, ose për të parë jetën nga një këndvështrim tjetër. Kujdes, megjithatë, të mos humbasësh në detaje të parëndësishme, duke anashkaluar ato që vërtet kanë rëndësi. Mos nxjerr përfundime të shpejta për një mik apo partner romantik. Me kundërshtimin Mërkur, Jupiter, keqinformimi qarkullon lehtë, sidomos në rrethin shoqëror. Qetësia dhe verifikimi i fakteve janë mbrojtja jote më e mirë sot. Peshorja, sot, peshore, energjia është paksa e çuditshme kur bëhet fjalë për të pohuar veten dhe për të zgjidhur probleme. Mund të ndihesh i pavendosur ose tepër i ndjeshëm, duke kaluar lehtësisht në mbrojtje. Besimi ndaj një personi të afërt mund të lëkundet, jo domosdoshmërisht për shkak të fakteve, por për shkak të emocioneve të paqarta. Këto luhatje, megjithatë, mbartin një mësim të rëndësishëm. Me afrimin e kundërshtimit mes Mërkurit dhe Jupiterit, dallimet me një figurë autoriteti, një shef apo edhe familjen bëhen më të dukshme. Qëllimet profesionale mund të përplasen me nevojat personale. Kjo nuk është dita për të sqaruar gjithçka, por për të lejuar idetë e reja të mbajnë të motivuar. Detajet do të kërkojnë vëmendje më vonë. Sot, tensioni buron nga pritshmëritë e fryera, ulja e tyre sjell lehtësim. Akrepi, sot, akrep, dyshimi mund të shoqërojë, sidomos ndaj dikujt që nuk po të jep sigurinë që kërkon. Sinjalet janë të përziera dhe kjo krijon konfuzion.
Mund të ndihesh i lodhur nëse ke marrë mbi vete shumë përgjegjësi, veçanërisht nëse je ti ai që gjithmonë mbështet të tjerët. Pasiguritë që dalin tani janë pjesë e një procesi mësimi. Kundërshtimi Mërkur, Jupiter në pjesën e dytë të ditës mund të sjellë një debat apo keqkuptim, përpara se të arrish një këndvështrim më të dobishëm. Pa një drejtim të qartë, mendja bëhet të shqetësuar. Qelësi është të lësh mënjan mbi mendimin dhe të shohësh pamjen e madhe. Diferencat mes teje dhe të tjerëve po të mësojnë diçka dhe po të japin motivim të ri për të kapërcyer pengesat. Nëse jeton momentin pa huazuar shqetësime nga e ardhmja, dita mund të jetë edhe e këndshme. Shigjetari, sot, shigjetar, ki kujdes të mos lexosh më shumë se ç'duhet në veprimet dhe fjalët e të tjerëve. Kënaqësia emocionale nuk vjen nga dyshimi apo mbrojtja, por nga lidhja e thellë me veten. Jepi vetes pak më shumë kohë dhe hapësirë sot, kjo është një nevojë reale, jo një luks. Çështjet e punës, shëndetit apo rutinës dalin në plan të parë, por nuk është e lehtë të marrësh vendime të qarta për të ironikisht. Kur heq dorë nga presioni për të vendosur menjëherë, gjithçka fillon të rrjedhë më mirë. Detajet janë të paqarta, por vizioni i madh mund të të frymëzojë dhe të tregojë drejtimin e duhur me kalimin e orëve. Kundërshtimi mes Mërkurit dhe Jupiterit fillon të ndihet më fort. Kjo sjell një prirje për teprime, në pritshmëri, në premtime, apo në mënyrën se si e shpërndan energjinë mes jetës personale dhe detyrimeve të jashtme. Balanca mes këtyre dy fushave është delikate sot, me kalimin e orëve, kundërshtimi mes Mërkurit dhe Jupiterit fillon të ndihet më fort. Kjo sjell një prirje për teprime, në pritshmëri, në premtime, apo në mënyrën se si e shpërndan energjinë mes jetës personale dhe detyrimeve të jashtme. Balanca mes këtyre dy fushave është delikate sot. Bricjapi, sot, bricjap, frustrimet janë afër sipërfaqes dhe mjafton pak që të dalin. Nëse dëshiron të sqarosh diçka me dik, trego kujdes të shtuar. Energjitë janë të ndjeshme dhe, nëse nuk je plotësisht i sigurt në atë që thua, biseda mund të kthehet në mbrojtje dhe jo në zgjidhje, sidomos më vonë gjatë ditës, ndjen nevojë për më shumë hapësirë mendore dhe liri. Një ndryshim rutine ose ambienti mund të të ndihmojë të rifreskohesh. Mbaje perspektivën dhe një dozë skepticizmi të shëndetshëm, mos nxirr përfundime të shpejta për njerëzit përreth. Disa çështje të vogla duken më të mëdha vetëm sepse i ke shtyr prej kohësh. Kur fokusohesh te ajo që të sjell kënaqësi të vërtetë, je në formën tënde më të mirë. Në fund, kjo ditë të mëson se durimi dhe reflektimi janë po aq të fuqishëm sa veprimi i shpejtë. Kur mendja jote të qetësohet, zgjedhjet e duhura do të duken shumë më qartë. Ujori, sot, ujor, mund të tundohesh të ndjekësh rrugë të tërthorta për të marrë përgjigje ose për të realizuar dëshirat e tua. Rruga e drejtë për drejtë duket e mbyllur për momentin, por kjo nuk do të thotë se duhet të gërmosh thellë apo të shtysh situatat. Durimi është më i mençur, me avancimin e ditës, mendja mund të bëhet të shqetësuar, por njëkohësisht energjitë sjellin edhe optimizëm. Entuziazmi është i bukur, por mund të çojë të marrësh më shumë përsipër se sa mund të përballosh. Kundërshtimi Mërkur, Jupiter e thekson këtë. Shijoje optimizmin, hape mendjen ndaj mundësive, por vepro hap pas hapi. Fokusimi në një gjë në një kohë do të ruajë energjinë. Në thelb, kjo ditë është si një dritare drejt asaj që mund të bëhesh. Është ideale për të ëndërruar, për të parë më larg se zakonisht dhe për të ndjerë se jeta ka më shumë për të ofruar. Vetëm mos haro, vizionet e mëdha kërkojnë hapa të vegjël dhe të saktë për t'u bërë realitet. Peshqit, sot, peshq, edhe një dallim i vogël në vlera mund të krijojë tension të madh nëse e lejon. Nëse ndihesh i pavlerësuar ose sikur nuk po merr mirënjohjen që meriton, frustrimi del shpejt në sipërfaqe. Besimit e të tjerët mund të jetë pak i çakorduar dhe miqësitë kërkojnë më shumë vëmendje. Mundohu të mos lejoj keqkuptimet të aprishin ditën. Nëse një çështje e ndërlikuar del në pa, mos e shmang, sepse ka gjasa të rikthehet më vonë në formë më të rëndë. Kundërshtimi Mërkur, Jupiter bën që njerëzit të flasin shumë dhe të dëgjojnë pak. Megjithatë, gjetja e një mesatareje është shpërblyese dhe mësimore, kujdes nga teprimet dhe pritshmëritë e larta. Entuziazmi dhe optimizmi janë aty, por moderimi është qelësi.
Cilësia ka më shumë vlerë se sasia sot. Filtro informacionin dhe idetë, mbaj ato që të shërbejnë vërtet dhe lër mënjan shpërqendrimet. Kështu, dita bëhet më e qartë dhe më e lehtë për t'u menaxhuar.